Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 5 gjatë kohës së kreshmeve cikli A. Leximin e parë lexon Anita Berisha. Psalmin Lindita Çuni. Leximin e dytë Daniel Uka. Ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit do të ndëgjonin nga Dom Samuel Ramaj. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti hy: Ja, unë do t'i hap varret tuaja dhe do t'ju nxjerr nga varret tuaja, o populli im, dhe do t'ju shtije në tokën e Izraelit. Do ta dini se unë jam Zoti, kur t'i kem hapur varret tuaja, e t'ju kem nxjerr nga varret tuaja, o populli im. Do t'ua jap shpirtin tim, dhe ju do të rifitoni jetën dhe do t'ju vendos në tokën tuaj. Ju do ta dini se unë jam Zoti, çka them unë, atë edhe e bëj, thot Zoti hy. Fjala e Zotit. Zoti është mirësia dhe mëshira. Zoti është mirësia dhe mëshira. Prej humnerës klitha tek te o Zot. O Zot, ndëgjoje britmën time, le ta dëgjojnë veshët e tu zërin e lutjes sime. Zoti është mirësia dhe mëshira. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por tek ti gjendet falja, që ta dim të ta druajmë. Zoti është mirësia dhe mëshira. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti, e pret shpirti im Zotin më tepër se rojtarët tagimin. Zoti është mirësia dhe mëshira. Le të shpresojmë Izraelin e Zotin, sepse të Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të nxjerrë Izraelin për të gjitha pausive të tija. Zoti është mirësia dhe mëshira. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostoll drejtuar romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë yt. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit qetë, në qoftë se shpirti i yt banon e ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është i patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti i atij që ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht, mbreti i lavdisë së amshuar. Unë jam ringjalla dhe jeta, thot Zoti. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Lavdi ty, o Krisht, mbret i lavdisë së amshuar. Nga Ungjilli i Shejt sipas Gjonit. Asoherë ishte sëmur një farlazri nga Betania, prej fshatit e Marisë e të motrës së saj, Martës. Maria ishte ajo që pati përuruar Zotrin me erat e mira dhe ja pati fshirë këmbët me flokët e saj. Pra vëllai i saj Lazari ishte smur, prandaj motrat i quan fjalë: Zotri, ai që ti e do, është i smur. Jezusi kur dëgjoi tha: Kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdi të hyt që të ndërohet në saje të saj birit i hyt. Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazarin. Megjithatë, kur mori vesh për sëmundjen e tij, u ndal edhe dy ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve: E jani të shkojmë prapë në Jude. Nxënësit i thanë: Mësues, tani judejt dëshën të vrasin me gure ti përsëri, do të kthehesh atje? Jezusi u përgjigji: Vallë, a nuk i ka dita 12 orë? Kush ecën ditën nuk merr në tua, sepse e shet dritën e kësaj bote.
kush ecë natën merr në thua sepse nuk ka dritë në të. U tha kështu pasi shtoi, Lazari dëshamirin fle, por po shkoj të zgjoj. Atëherë nxënësit e tij i thanë: Zotri, nëse flet do të shërohet. Jezusi u foli për vdekjen e tij, kurse ata menduan se kishte për gjumë të rëndomt. Atëherë Jezusi u tha haptas: Lazari ka vdekur. Jam i kënaqur se s'ndodh atje, shi për ju që të besoni, por ejani të shkojmë tek ai. Atëherë Toma, i quajtur binjak, u tha bashkë nxënësve: Të shkojmë edhe ne të vdesim bashkë me të. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se ai ishte varrosur para 4 ditësh. Betania ishte afër Jeruzalemit, diku rreth 15 stadie. Shumë judejnë kishin ardhur te Marta e Maria për t'i ngushëlluar për vllain e tyre. Kur Marta mori vesh se po vinte te Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenjë në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zotri, të kishe qenë këto i vëlla nuk do të kishte vdekur, po edhe tani e di se çka do që të lyp po shpreh hyji do ta jap. Do të ngjallet vëlla yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjalljen ditën e fundit. Jezusi u përgjigji: Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua dhe nëse vdes do të jetoj, edhe kush jeton e beson në mua nuk do të vdes kurrë. A e beson ti këtë? Marta i përgjigji: Po, Zotri. Unë besoj se ti je Mesia, biri i hyjit, ai që duhet të vinë në botë. Si tha kështu? Shkoi dhe thirri Marin, motrën e vet, dhe i tha lehtë: Mësuesi është këtu dhe po të thret. Kjo posa dëgjoi, u qua vrapi, shkoi tek ai. Jezusi ende nuk kishte hyrë në fshat, por deri atëherë qëndroi atje, ku e kishte ndeshur Marta. Tash judejnë që ishin me Marin në shtëpinë e saj dhe po e ngushëllonin, kur panë se si u qua me të shpejtë dhe doli për jashta, shkuan pas saj të bindur se po shkonte te varri për të qarë. Maria, kur arriti atje, ku ishte Jezusi, e kur e para përmbys para tij dhe i tha: Zotri, të kishe qenë ti këto i mbellas do të kishte vdekur. Jezusi e pa duke qarë atë dhe se po e qanin edhe judejnë që po e përcjellnin, u trand në shpirt, u turbullua dhe pyeti: Ku e keni vënë? Zotri, eja e shi, i përgjigjen. E Jezusit i ngufi vaji. Atëherë judejnë tha: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre thanë: A thua ky që i dha dritën e syve të verbrit, nuk mund t'i bëjë që ky të mos vdiste? Mandej Jezusi përsëri i tronditur arritet te varri. Ishte shpellë, e grykën ja kishin zënë me një gur. Jezusi tha: Hiqni gurin. Marta, motra e të ndjerit, i tha: Zotri, tashmë ka marrë erë, vdiq që 4 ditë. A nuk të thash, i përgjigji Jezusi, nëse do të besosh do të shohësh lavdinë e hyjit? E hoqën pra gurin. Jezusi çoi syt ka qiellit dhe tha: O Atë, të falenderoj që ma dëgjove oratën, unë e dija se gjithmonë më dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që më rrethon, që të besojnë se ti më dërgove. Si foli kështu? Thirrri me zë të madh: Lazar, dil jashtë. Dhe ai që pati vdekur doli jashtë i lidhur dua shëkëmsh me rripa pëlhure. Ftyrën e kishte të mbështjellë me rizë. Jezusi u tha: Zgjidheni dhe lëni të ecë. Atë shumë judejnë që kishin ardhur te Maria kur panë çka bëri Jezusi, besuan në të. Fjala e Zotit. Qoftë lavdë Jezu Krishti. Të dashur besimtar, shumë të dashur dëgjues të Radio Maris, jemi në javën e 5 të kohës së Krishmës, tashmë të drejtuar drejt ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, me të gjitha njetet dhe lutjet tona që ja kemi kushtuar Zotit, me ato 3 elemente tashmë kryqëzore, që është lutja, bamirësia dhe agjerimi, që formojnë vetë formën e kryqit, sepse lutja
është si lidhje vertikale mes tokës dhe qiellit, konektim i njeriut me Zotin, lutja bashkëbisedim me Zotin, lutja takim me Zotin. E bamirësia si lidhje horizontale me tjetrin, bamirësia konektim me njeriun, bamirësia takim me tjetrin. Jo thjesht të një ndihmeve të materiale, por një ndihmë mbi të gjitha psikoshpirtërore, ku nuk flasim, por dëgjojmë dhimbjen e heshtjes, dëgjojmë fjalët e pathëna, sepse dikush atje në cept të qytetit, fshatit, kishës apo familjes tonë ndihet i padashtën dhe i padëshiruar. Ja që bamirësia është takim në heshtje me dhimbjen e tjetrit. Në fund, kisha na sugjeron agjerimin, pendesën, si një akt lidhjeje me vetën tonë. Agjerimi vend takim me gjendjen tonë, egon, mohimin e gjërave që na ndajnë nga Zoti. Pra, lutja me Zotin, bamirësia me tjetrin dhe agjerimi me vetveten tonë. Ndërsa sot, liturgjia e fjalës së Zotit, ndryshe nga javët e tjera, ku Jezusi paraqet veten si uji i jetës në takim me Samaritanën që kemi dëgjuar, kjo grua pagane pa dëshiruar nga judenët fiton fenë në takim me Krishtin. Pra, feja është takim me personin e Krishtit. Pastaj, ajo e cila bëhet dëshmitare e kësaj ngjarje të jashtëzakonshëm për gjithë atë krahin. Ndërsa javën e kaluar, si mrekulli të dytë, kemi pasur shërimi i të verbrit, ku Jezusi paraqitet si drita e jetës. I verbri kishte dalur para tempullit për të kërkuar ndihmë si çdo ditë i jetës së tij. Kush kishte menduar e aq më pak vetë ai që në atë gjendje personin e parë që do ta shihte me sytë e tij do të ishte Jezusi. Pas këtyre dy ngjarjeve dhe mrekullive të Jezusit, bën edhe një mrekulli të fundit, para se të drejtohej drejt Jeruzalemit, drejt mundimeve, vdekjes dhe ringjalljes së tij për të shëlbuar mbar njerëzimin. Ndërsa sot në dielën e 5, na paraqitet një nga episodet apo ngjarjet më dramatike dhe më të dhimbshme të njerëzit, që është takimi me vdekjen. Por që Jezusi është vetë jeta. Me këtë ngjarje paraqitet dhe manifestohet trilogjia e jetës që vjen përmes pagëzimit, zhytjes tonë në hierësinë e Krishtit. Në këto 3 të dielash të kohës së krishmeve, paraqitet pra uji, drita dhe jeta e re në Krishtin. Ndërsa ringjallja e Lazarit, thirrja në jetë nga ana e Krishtit, nuk është thjesht një thirrje në jetën e me përparshme biologjike dhe fizike të Lazarit, por koha mesianike mrekullisë e Jezusit për të shprehë maksimalisht dhe definitivisht fitoren e jetës mbi vdekjen. Është një parashijim apo shkelqim i pashkës së vërtet për çdo njeri që beson Jezusin dhe jeton konform mësimeve të tij përmes kishës. Kjo ngjarje dhe kjo mrekulli është një kristofoni e natyrës hynore të Krishtit, është një shkputje e parrizit e qiellorës këto në tokë. Kjo pjesë e Ungjillit është një përbashkim i metafizikës me fiziken, me transcendencën dhe imanentën, pra vdekja si akt i fundit për të takuar të përjetshmën, për të takuar të mshushmën. Sa herë që flasim për vdekjen, predikojmë për vdekjen, nuk kemi si mos të pyesim veten tonë, ku kanë përfunduar me dashurit tanë? Ka jetë pas vdekjes? Edhe pse jemi besimtarë, edhe pse jetojmë në Krishtin, edhe pse lusim në kredon apostolike, besojmë në ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur,
prap se prap, nga ana njerëzore, ne që jemi në kodën e hapësirë, likështohemi, të merrohemi nga vdekja, sepse prek ekzistencën tonë. Përballë vdekjes, humbjes, ndërsa mund të bëjmë pyetjeve të llojeve të ndryshme, ne duhet ta kemi kurajën si Marta të drejtohemi te Jezusi, ai që është kuptimi i jetës sonë, ai që është kuptimi i vdekjes sonë, ai që është madje kuptimi i vetë ringjalljes sonë. Historia e Ungjillit sotshëm është paksa edhe habitshme. Nga njëra anë, Jezusi nuk ishte paraqitur kurrë nga ana njerëzore, aq i brisht dhe i butë si në rastin e vdekjes së njerit prej miqveti me dashur. Nga ana tjetër, askush nuk ishte ftuar ndonjëherë kaq drejt për drejt sa Marta, motra e Lazarit, për të besuar në fuqinë e tij shpëtuese. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua dhe nëse të vdes do të jetoj, dhe kushdo që jeton dhe beson në mua nuk do të vdes askur. A e beson ti kët? Jezusi nuk e fsheu kurrë dashurinë e tij për këtë familje që jetonte në Betani afër Jeruzalemit, pra Lazarin, Martën dhe Marin. Dhe sigurisht ata e mirëpritën në shtëpinë e tyre sa herë që Jezusi shkonte dhe vizitonte Jeruzalemin. Një ditë Lazari u smur dhe motra e tij i dërgua një mesazh Jezusit. Atë që ti e do është i smur. Kur Jezusi mbriti në Betani, Lazari ishte varrosur tashmë që 4 ditë. Askush nuk mund ta sillte përsëri në jetë. Familja ishte bërë cop-cop. Dhe kur u shfaq Jezusi, Maria shpërtheu në lot. Askush nuk mund ta ngushëllonte. Duke parë rënkimet për Lazarin, Jezusi nuk mundi ta përmbante veten dhe shpërtheu në lot. Jezusi që çon. Jezusi në Ungjil na paraqitet në 2 momente kur çon. Në Ungjillin e sotshëm, që çon për mikun e tij, Lazarin, i cili kishte vdekur, dhe Jezusi që çon për Jeruzalemin. Njerëzit thonin, vazhdon Ungjilli, sa shumë e ka dashur. Asnjë ungjilltar tjetër nuk e përshkruan Jezusin si kaq të lidhur me dikë, sa që u trondit aq shumë nga vdekja e mikut e tij, sa që nuk mund t'i përmbante as lotët. E tradhtuan edhe lotët Jezusin dhe i rrjedhnin në rreth faqes e tij. Para se të ringjallte Lazarin, Jezusi i tha Martës ato fjalë që përfaqësojnë një sfidë vendimtare për gjithë ata që besojnë në të. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Të dashur besimtar, shumë të dashur dëgjues të Radio Maris. Rrëfimi i Ungjillit Xhunit nuk ka për qëllim vetëm të rrëfejë ringjalljen e Lazarit, por mbi gjitha të rizgjoj besimin në mënyrë që të besojmë në ringjallje jo si një ngjarje të largët që do të ndodhë në fund të botës, por që mund të shohim që tani që Zoti u jep jetë atyre që i kemi varrosur. Jeta e rikthyer te Lazari tregon për një jetë tjetër, atë që është dhënë atyre që besojnë. Jezusi nuk çau vetëm për vdekjen e një miku të dashur. Shpirti i tij u trishtua kur ndjeu pafuqinë e gjithëve përballë vdekjes. Ne të gjithë mbajmë thellë mrena qendjes sonë një dëshirë të pangopur për të jetuar. Madje vazhdojmë të pyesim veten në mënyrë të vazhdueshme. Pse duhet vdesim? Pse jeta nuk është më e lumtur? Pse jeta nuk është më gjatë? Pse jeta nuk është më e sigurt? Pse vujnë të drejtit? E shumë pyetje që shkundin qendjen, ekzistencën tonë. Njeriu i sotëm, si gjithë njerëzit e të gjitha kohërave, bart në zemrën e tij pyetjen më shqetësuese dhe më të vështirë për të përgjigjur. Çfarë do të ndodhë me secilin prej nesh? Është kohë të përpiqemi të
të mashtrojmë veten. Çfarë mund të bëjmë përballë vdekjes? Në secilin për nesh ka një dëshirë të pangopër për jetë. Ne i përmbahemi shkencës dhe mbi të gjitha mjekësisë për të zgjatur këtë jetë biologjike, por gjithmonë ekziston një smundje përfundimtare nga cila askush nuk mund na shëroj. Padyshim, reagimi më i zakonshëm është të pretendojmë sikur nuk po ndodh asgjë dhe thjesht të vazhdojmë të ecim përpara. Por a nuk janë qenjet njerëzore të thirrura të jetojnë jetën e tyre dhe të jetojmë me qartësi dhe përgjithësi, pavarësisht dyshimeve dhe errësirës? Ne të krishterët besojmë në Jezusin, Zotin e jetës dhe të vdekjes. Vetëm ne si të krishterë që kërkojmë dritë dhe forcë për të luftuar për jetën dhe për të përballur me vdekjen. Vetëm tek ai ne të krishterët gjejmë shpresë për jetën për te jetës. Është e vërtetë, ne nuk dim asgjë për vdekurit tonë. Guri i vendosur në varr ndan botën e të gjallëve nga ajo të vdekurve. Ne mund të presim vetëm dritën e fundit për të parë se çfarë do të ndodhë me ne. Jezusi gjithashtu na përsërit atë që i tha Martës, motrës e Lazarit. Nëse beson, do ta shohësh lavdinë e Zotit. Prandaj, të dashur besimtar, e shumë të dashur dëgjues të Radio Maris, ta lutim Shpirtin Shejt që të na frymëzoj të jetojmë denjësisht dhe mirësisht në të vërtetën që na është zbuluar, duke jetuar me këmbë për tokë e syt drejt qiellit. Amen. Qof lëvdue Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, patet mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e së dielës së 5 gjatë kohës së kreshmeve cikli A. Me ju ishin Anita Berisha, Lindita Quni, Daniel Uka, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Samuel Ramaj. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qof lëvduar Jezu Krishti.